Ngjarje e rëndë në Vlorë, siç bën me dije policia rreth orës 20 në lagjen 24 maj, 30 vjeçari BS është goditur me thik gjatë një sherrri për motive të dobta. Sa kaq, policia ka shoqëruar disa persona në komisariat, teksa po vijon puna për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje. Njoftimi i policisë. Vlorë, informacion paraprak. Rreth orës 20 në lagjen 24 maj, gjatë një konflikti për motive të dobta midis disa shtetasve, ka mbetur i dëmtuar me mjet prerës shtetasi BS, 30 vjeç, i cili ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Shërbimet e policisë kanë bërë të mundur identifikimin dhe shoqërimin e personave të dyshuar të përfshirë në këtë konflikt në ambientet e komisariatit të policisë Vlorë. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të saj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.